me KQZ-n, atë sa kemi raporte pra në kuptimin e funksionimit së institucione, kemi raportet mira, kemi takimet paskoshme, i diskutojmë çështjet që kanë të bëjnë me funksionimin e përbashkët dhe kryesisht që ndërlidhen me çështjet e pra procesit zgjedhor, rastet e dorëzimit formulare për ankesa, kemi pas bashkëpunim ku ato formularët i kanë shpërndar pra anëtarët punëtorët e KQZ-s, nuk kemi pas nevojë ne me shku ditën e zgjedhjeve, edhe për situatat caktuar, pra takojmë e diskutojmë sidomos për rrjedhën e procesit zgjedhor, rolin e aktorëve kur kemi takimet përbashkë me policinë, prokurorinë edhe KQZ-n, para mbajtjes së zgjedhjeve ku diskutojmë çështjet të rëndësishme për hapat që do të më marrë se cilë institucion kadër kompetencat e tij. Kryetar, a vendos KQZ-ja me respektu standardet cilat i krijon Gjykata Supreme dhe PZAP-ja në rastet që i vendos, apo ka vazhdimisht nështë përsëritje të gabimeve, nëse mund të themi? Po tash, nëse marrim ato standardet që kemi janë ndërtu, pra duke përfshirë edhe Gjykatën Supreme me disa vendime, rezulton se në disa raste nuk është qenë respektuar, sidomos nëse marrim për bazë çështjen e certifikimit, por përgjithësi respektohen, sepse rrjedhimisht kur është marrë një vendim për një çështje në natyrë pra që ka të bëjmë për shembull si sfida patëm kohën e fundit çështjen e përdorimit të gjuhës në komunitetin turk në Prizren, ku kishte një praktikë gjeti PZAP-ja, një praktikë ndryshme brenda KQZ-s, ku në zgjedhjet kaluara kishte pas raste kur ishte përfill kjo, por është përdorur gjuha atje, pastaj në zgjedhjet e mëvonshme nuk ishte përfill dhe na vendosëm një standard përkatësisht morëm një vendim që ka kaluar në Gjykatën Supreme, nëse s'gaboj, ku është konfirmuar vendimi i panelit zgjedhor që tash madje është ndërtuar si praktikë, mo nuk ka nevojë pastaj KQZ-ja me diskutu këto gjëra sepse ka një vendim të gjitha instancave. Pra në farë forme kjo ja ndihmon punën KQZ-s. Nëse ka dilema në aspektin e zbatimit në rregullave zgjedhore, qoftë asaj ligjore ose aktën e ligjor, ne jemi ata të thirrur për me bëj interpretime dhe rrjedhimisht edhe ndërtohet standarde për raste të caktuara, pra kur është identik që pastaj më pas maleta në aspektin e vendosjes për zgjedhjet e tjera. Sa i përket nështë edhe që kjo është që thash në fillim të gjuha urrejtjes, besoj e keni përcjell vendimet e tona, thash ka goxha sfiduese sepse nuk kemi një katalog, nëse mund me thonë, të shprehjeve që mund të trajtohen se çka konsiderohet gjuha urrejtjes. Madje edhe nëse shohim edhe vendimet e gjykatës kushtetuese shumë pak është trajtuar kjo si temë, dhe është një nga temat që më doj që ntamën do të mu trajtu në nivel institucione ndryshme. Kemi diskutuar me aktorë ndërkombëtar, me organizata me OSBE-n, pra kemi bashkëpunim të mirë me OSBE-n, dhe ndoshta ntamën kemi pas një ekspertizë edhe të jashtme ku kanë mu trajtu pikërisht çështja e gjuhës të urrejtjes, sa mundemi me ardhur në situatën si KQZ-ja për shembull ose shtetin përgjithësi me ligjen me specifikuar se çka konsiderohet gjuhë të urrejtjes, sepse në kohë të fushatës është goxha problematike kjo gjuha e urrejtjes, sepse për neve mundem me ka gjuha urrejtjes, për dikant tjetër ju edhe gjuha supreme. Për dikant tjetër liria e shprehjes. Po, pikërisht. Kryetar, në publik po ashtu kemi pa që ka pas pretendime se gjobat që PZAP i shqipton ndaj subjekteve politike nuk janë proporcionale me gjendjen financiare të tyre. A e konsideron këtë problem PZAP-ja kur vendos, apo nuk merret fare me ta? Mund të krijohet përshtypja kanjëherë, sepse të caktimi i gjobës janë disa faktorë dhe ne mundohem ndoshta me shpjegu në vendime, po ndoshta ka edhe situata që nuk ka arsye të mjaftueshme, që besoj në tamën do të më punuar në këtë aspekt, në aspektin e arsyetimit të vendimeve të PZAP-s. Por ne kur i shohim vendimet kemi ato standarde, kur për shembull një subjekt politik është që nuk ka mbështetje buxhetore, sepse dihen ato kriteret kur një parti politike merr buxhet nga shteti. Ne aty në subjektet që s'kan mbështetje buxhetore nga vendi nuk i caktojmë përkatësisht gjuha më të ulta. Është si kriter. Por si kriter tjetër është që nëse një parti politike, për shembull zgjedhjet e 5 shkurtit, është përballë me një gjobë për një shkelje, në zgjedhjet lokale një të shkelje ka bë. Domethënë se edhe brenda ligjit janë ato rregullat kur parimet me të cilat funksionojnë partitë politike dhe kanë obligim me diskutu me simpatizuesit e tyre, me anë personat që morën pjesë në zgjedhje, me mojt diskutime dhe me atërik, ose atë thot me nënshkruan një deklarat që morën pjesë zgjedhje që me respektu këto rregulla. Pastaj nëse nuk sigurojnë provat mjaftueshme ata që i kanë marrë këto masa, na konsiderojmë si një farë forme si rrethon rënduese
edhe në aspektin edhe gjobës, pastaj sa është përsërit që është shkelja. Për shembull kemi pas raste kur janë vendos këto posterat panë nëpër qytet. E kemi vendos me hjek në kuadrat në dispozitat vendimit thonë brenda këtij afati do të më hjek. Tash prapë paraqitet ankesa për rastin e njëjtë dhe shohim që nuk është hjek, na e dyfishojmë gjobën sepse janë rrethonat që përcaktojnë që një subjekt politik ose iniciativë nuk e ka marrë masat e duhura për me eliminuar shkelje. Pra edhe këtu jemi të mundu, ndoshta ka rast që edhe na kalon, por në përgjithësi jemi të mundu që mos me pas devijim këtë aspektin e mos me qenë proporcionale gjubat mes subjekte politike, por pastaj nëse është gjua rrejtës, na kemi vlerësuar varësisht çfarë shprehje është përdorur. Kemi pas gjuba deri në 30.000 euro për shkak se shprehja që është përdorur është konsideruar shumë e ashpër në raport me procesin zgjedhor dhe hijen që mundet me kriju në proces. Kryetari reforma zgjedhore ka sjell disa ndryshime për sa i përket procesit zgjedhor. Nga perspektiva juaj, sa e ka prek punën e PZAP-s kjo që thuhet se është reformë dhe a e ka përmirësu apo e ka vështirësu punën e PZAP-s? Pra, tash PZAP-ja me këtë reformë ka qenë më herët e pavarur në kuptimin domosdoshmë është varur nga kryetari i Gjykatës Supreme, pra çështja e emërimit e ka pas buxhetin e vet. Edhe tash e ka buxhetin. Po tash me ligjin e ri është bë pjesë e Këshillit Gjyqësor. Por sikur ende ka nevojë më qartësu cili është roli sepse është krijuar një situatë sikur edhe ne e kemi buxhetin, por edhe prapë jemi pjesë e Këshillit Gjyqësor edhe ka kriju ka probleme në funksionimin, sepse Këshilli Gjyqësor i përcakton disa rregulla për stafin e për disa gjëra të tjera, pastaj ne i përcaktojmë rregullat si PZAP për çështjen e funksionimit edhe për siç thash edhe për rregullohen për çështjen e vendosjes për ankesa për shtesa. U shkruaj në farë situate pak se më duket se e komplikuar në funksionim dhe pastaj ka kriju sfida, është çështja e numërimit votës. Janë kriju qendrat komunale të numërimit, qendrat e numërimit të rezultateve dhe deri me thonë nga sfidat me të cilat jemi përballë këtu zgjedhje ka qenë edhe shumë ankesa kur kandidat, sidomos zgjedhjet lokale, ankesës i kanë bashkangjit deklarata të votuese, që kanë mundu me dëshmu që kaq persona kanë votu për ta, duke i shtip qytetarët me dhënë deklarata se kanë votu për ta dhe kjo ka qenë një çështje që e kemi kryesisht atë rast e kemi refuzuar sepse kemi thonë ky standard që u kriju me ligjin e ri dallon nga ai që ka qenë me ligjin e mëhershëm, sepse tash numërimi i votave në qendrat komunale bëhet në mënyrë transparente, ku janë vëzhgues komisionerët dhe rrjedhimisht është kamera dhe pra është proces krejt ndryshe që për dallim nga ligji i mëhershëm ku ka pas mundësi edhe më bë këto gjëra keq përdorime më shumë në aspektin e numërimit të votës. Edhe pse edhe në këto zgjedhje do po që kur ekziston ky vullnet më bë keq përdorur në kuptimin e numërimit gjena dhe hapësira, po sidoqë që tjetë ky ligj ka kriju një garancion më tepër sa i përket numërimit të votës dhe transparencës, por ne realisht këtu raste unë përkatësisht paneli në përgjithësi kemi trajtuar se nuk mundet me deklarata, se në farë forme ne kemi trajtuar si cenem fshehësisë votës, por Gjykata Supreme duket e ka një qendrim pak më ndryshe dhe mbetet në praktikën e ardhshme qysh më trajtu kjo çështje. Në këto zgjedhjet e fundit e patëm një fenomen që u shfaq manipulimi i numërimit të votave për kandidatë të caktuar. Sa besoni e ka cenu kjo integritetin e procesit të zgjedhjeve dhe për to tash ka një proces penal? Procesi u pa që shkoi në frymë të mirë në përgjithësi, zgjedhjet e fundit nuk patë edhe shumë ankesa, keni befasi edhe për neve, në krahasim me zgjedhjet e 5 shkurtit, këto zgjedhje kanë më të qeta, po ndoshta ka ndikuar edhe vendemarrja e PZAP-s, gjobat që janë shqiptuar dhe trajtimi i çështjes në mënyrë objektive. Po çdo gjë që e lën gën procesin në farë forme krijon edhe hije të keqe, sepse gjithë pritëm që po kalojmë në një proces të rregullt, por sidoqë të jetë, besoj që institucionet kompetente kanë më marrë me trajtu në mënyrë serioze këtë çështje që ndarmën mos më përsërit më këtë çështje sepse është diçka që shumë lehtë mundet edhe më evitu, po do të ekzistojë vullneti.